Lenia Tomini dhe zonjën Denada Seferi si njohësët dhe profesionistët të fushave tuaja, ne kemi kërkuar që në këtë komision të vitet raportoj Ministria e Shëndetësisë. Nuk është një kërkesë e imja personale, po është një detyrim që vjen nga zbatimi i rregullores. Dhe kjo është ministra e parë që ne po kërkojmë në këtë komision. Ka fusha shumë të rëndësishme, duke nisur me zbatimin e ligjit të barazisë gjinore, duke vazhduar me të drejtat e pensionistëve, duke vazhduar me çështjet minimumit etik që lidhen me fushën e këtij komisioni. Kështu që më vjen keq që të them, por unë do t'i propozoj komisionit që neve të vendosim për një orë tjetër se kur ta bëjmë këtë dëgjes dhe të vi ministrja këtu për të ndjekur diskutimet e buxhetit. Nuk ka gjë më të rëndësishme se diskutimi i buxhetit. Programi i qeverisë dhe diskutimi i buxhetit janë dy nga elementët kryesor. Unë e kuptoj ngarkesën komision, e kuptoj edhe ngarkesën e një ministre të re që ka ardhur në një pozicion të vështirë dhe sensitiv, por për të vendosur një standard në këtë komision, për buxhetin do të jetë ministri. Për çdo temë tjetër zëvendës ministri. Nëse do kishim një ligj dhe do kishte ardhur një drejtor, ne do ta kishim mbyllur përsëri mbledhjen dhe unë besoj që me këtë bie dakord edhe zonja Luarasi me mua që ta vendosim një standard në një ditë tjetër kur të doni ju në kalendarin e buxhetit të shohim një afat tjetër kur të vi ministrja dhe të raportojë. Nuk ka lidhje me nesër. Nuk ka lidhje me buxhetin nesër, zonja Mile, kalendari i buxhetit është deri në datën 11 dhjetor dhe deri në datën 11 dhjetor ne duhet t'i kryejmë. Nuk ka lidhje me nesër, sepse po të kishte lidhje me nesër, pikërisht, nëse do më dëgjosh që ta përfundoj, që të shqyrtohet nesër në seancën parim, nëse do e pengonte mbledhja jonë e komisionit, ne duhet kishim përfunduar 48 orë përpara. Mbledhja jonë e komisionit ka lidhje me kalendarin e buxhetit deri me 11 dhjetor. Nuk e pengon mbledhja jonë e komisionit miratimin e buxhetit nesër. Besoj me ato që kanë punuar në këtë komision e keni parë, pavarësisht mos dakordësive të mia, nuk kanë bllokuar asnjë moment mbledhjen e komisionit. Dhe kur kanë pasur angazhime të tjera, i kanë kërkuar zëvendës kryetares. Por që kjo gjë të funksionojë, ne duhet jemi të dy palët dakord për të vendosur një standard. Deri në datën 11 dhjetor të gjejmë, në fakt 9 dhjetor, të gjejmë një datë tjetër kur ministret vi dhe të raportojnë në çdo orë. Seancat janë gjata, gjitha komisionet punojnë paralelisht, por ne duhet ta vendosim këtë standard edhe për cilësinë e komisionit. Zonja Luarasi. Në fakt, unë mendoj që kjo duhet jetë një vendim i kryesisë, dhe nuk është vetëm një vendim i kryetares komisionit. Absolutisht ndaj të njëjtin shqetësim me ju, zonja kryetare, patjetër që komisioni është super i rëndësishëm, dëgjesa për buxhetin është super e rëndësishme, do ishte mendoj edhe në nderin e komisionit edhe në nderin e ministrisë që t'ishte ministrja e pranishme. Megjithatë, fakti që në komision kanë ardhur 2 zëvendës ministret e linjës, edhe gjithë drejtuesit e institucioneve të rëndësishme që mbulon kjo ministri, mendoj që duhet ta vazhdojmë dëgjesën. Zonja Luarasi, kjo është një mbledhje që kam thritur unë dhe e hap dhe e mbyll unë. Nëse kryesia e komisionit do të zbatoj neni në rregullores që të thrisni mbledhjen pa mua, jeni të lirë që ta bëni këtë gjë, që të vendosni një precedent me 1/3 e antarëve, 5 antarë të këtij komisioni për ta thritur. Unë propozoj që kjo mbledhje të mbyllet dhe do ta mbyll këtë mbledhje për të thritur ministren. Nëse dhe ky komision do vazhdojë në mënyrë të njëanshme, vazhdoni, është në dëshirën tuaj. Ashtu siç më kujtuat para ca ditësh forcën e kartonit. Në këtë komision ne duhet vendosim një standard të ri, për buxhetin duhet vendosim një standard të ri. Kam ardhur me interesin më të madh për të bërë një mbledhje me të gjithë materialet përkatëse, për të dëgjuar, për të pyetur për ministren dhe besoj që edhe për juve kjo nuk është një gjë për t'u hequr qafe. Nuk është hajta heqim. Kjo është një gjë që vendosim një standard. Dhe standardi është që në këtë komision, po në të gjithë parlamentin, për buxhetin shkojnë ministrat. Në çdo komision tjetër kanë shkuar ministrat. Në çdo debat tjetër kemi pasur ministrat për buxhetin. Jam e gatshme në çdo orë, sipas kalendarit, deri në datën 9 dhjetor, kur të jetë ministra e disponueshme, që neve të ulemi dhe diskutojmë me ministran. Faleminderit. Ndaj të njëjtin shqetësim, zonja Tabaku, po ta thash edhe një herë që domethënë nuk përfaqëson vetëm ministri punën edhe rëndësinë e një qeverie. Jam absolutisht dakord me ato që ju thoni, nuk e heq asnjë presje, por ne kemi në komision njerëz që janë të rëndësishëm edhe që e din diskutimi është për buxhetin.
nuk është në nivel personal që ne do na thot ministrja një gjë ndryshe që nuk na i thon dot zëvendës ministrat. Jam dakord absolutisht që ministrja duhet ishte këtu, po unë mendoj që ne duhet ta vazhdojmë dëgjesën, sepse dy zëvendës ministrat e linjës dinë me detaje çdo gjë për buxhetin. Jam e sigurt, kështu që aq më tepër edhe përfaqësuesit e institucioneve, kështu që për këtë arsye mendoj që duhet ta vazhdojmë dëgjesën. Zoja Luarasi, se unë di një fushë caktuar, do të thotë që unë di shumë mirë si funksionon parlamenti, po nuk kam manin që të mendoj që jam kryetare parlamenti. Edhe zonjat besoj që e din që janë zëvendës ministre dhe nuk e zëvendësojnë dot ministren as me prokur. E kërkon rregulloria e parlamentit. Buxheti vjen dhe miratohet nga ministrja. Për të dy zonjat kam respekt në fushën e tyre profesionale, e njohin shumë mirë, nuk kam absolutisht asnjë diskutim. Ka lidhje me zbatimin e rregullores. Në qoftë se ju do ta vazhdoni këtë mbledhje është në dëshirën tuaj. Kërkesa ime si kryetare e këtij komisioni jo vetëm për këtë moment, po për të ardhmen, sepse nëse vendosni tani në mënyrë të njëanshme, atëherë do më detyroni dhe mua në të ardhmen të jem në mënyrë të njëanshme. Mbyllet bashkëpunimi këtu. Juve me forcë kartoni, unë me forcën e kryetares. Por, po ju kërkoj dhe një herë që të bëjmë një diskutim për buxhetin në çdo ditë, në çdo orë, kur të ketë ministrja